Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا يا رب العالمين. Me Allah të falenderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndo që Allahu udhëzon nuk ka kush ta devijoj, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë atë askush tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. O Allah, ty të lutemi të na japësh dije të dobishme, na japësh sukses dhe udhëzim në rrugën e drejtë. Amin. Vazhdojmë në temën e kaderit, për në fjalën e autorit Ibn Abi Zeid al-Qayrawanit, Allahu e mëshiroft, kur flet për kaderin, pra besimin në kader, besimin në caktimin e Allahut. I kemi treguar 5 pika në mësimin që kaloi, e vazhdojmë, jemi në pikën e 6. Thamë që gradët apo shkallat apo etapat e kaderit janë 4. E për këtyre etapave të kaderit është dëshira dhe vullneti i Allahut subhanahu wa taala. Dëshira dhe vullneti i Allahut subhanahu wa taala janë dy terma që kanë ardhur, dhe ndryshimi midis tyre është se në argumentet e Kuranit dhe Sunetit, në përgjithësi vullneti, kjo është një përshtatje që po ja bëjmë në shqip, vullneti ka ardhur në përgjithësi për çështjet universale. Çështjet universale të caktimit të Allahut Azza wa Jall. Ndërsa dëshira në përgjithësi ka ardhur për dëshirën e Allahut sheriatike, pra dëshirën fetare, për gjërat që Allahu don dhe kënaqet me to. Për argumenteve të dëshirës së Allahut universale, pra në gjithësi dhe në caktimin e tij Azza wa Jall, thot fjala Allahut: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Atë i cili Allahu don ta udhëzoj, udhëzon, pra i hap zemrën për në islam. E tjetri, më thonë, ja ngushton zemrën, pra atë që Allahu don bëhet. Dhe kjo është një nga ndryshimet midis dëshirës së Allahut universale dhe dëshirës së Allahut fetare. Pra, dëshira e Allahut universale me do e mos do ndodh, ajo ndodh. Pasi është vullneti i Allahut që e ka caktuar diçka. Allahu me përsosmërinë e tij, vullneti i tij është absolut. Në moment që Allahu don diçka, i thot bëhu dhe bëhet. Ndërsa dëshira e Allahut, pra dëshira e Allahut sheriatike ose fetare, ka ardhur kur thot Allahu: "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allahu don për ju të lehtën dhe nuk don për ju të vështirën. Pra kjo është diçka që Allahu e don dhe kënaqet me të. Mirë po, jo domosdoshmërisht ndodh. Pra është diçka që Allahu e don, kënaqet, po jo që domosdoshmërisht ndodh, pasi Allahu është një pjesë që e ka lënë, domethënë, të lirë të krijesat, që krijesat domethënë e zgjedhin, a do shkojnë tek e leta që Allahu ka përcaktuar, apo do shkojnë tek e kundërta që i çon në vështirësi. Mirë po Allahu e don dhe kënaqet me të, por se tham, e para është vullneti i Allahut dhe caktimi i tij, i cili ndodh, ndërsa e dyta
Allahu kënaq, mirë po, kënaqet me të, mirë po nuk ndodh domosdoshmërisht. Kur nuk ndodh, do të thotë që është tek dëshira e tij e përgjithshme, universale. Pra, kur nuk ndodh, normalisht futet te caktimi i Allahut, që e ka shkruar në Lauhil Mahfuz. Allahu ka caktuar çdo gjë. Ne e kemi thënë që Allahu ka caktuar çdo gjë. Çdo gjë që ndodh dhe çdo gjë që nuk ndodh, pra ka ndodhur kështu sepse Allahu ka dashur që të jenë gjërat kështu. Çështja tjetër, pra dëshira fetare po themi, Allahu ka urdhëruar për gjëra të mira dhe ka ndaluar nga gjëra të këqija. Kur dikush ndalohet nga një e keqe, ndalohet me suksesin e Allahut. E kur dikush e vepron një të mirë, e vepron po me suksesin e Allahut. Dhe njeriu e zgjedh ta bëj, ndërsa suksesi, pra është Allahu ai që futet tek pjesa universale. Allahu është ai që ia jep suksesin njeriu. Do e zgjerojmë më me detaj tek pikat e mëtejshme. Pika e 7 që lidhet me atë që tham, ajo gjë që Allahu subhanahu wa taala e ka shkruar në Lauhil Mahfuz se s'bën të ndodhi. Pra, thot Allahu në Kur'an, ma asabe min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nuk ndodh ndonjë, po themi, bela ose fatkeqësi në tokë ose në vetet tuaja, vetëm se është në një libër, pra në Lauhil Mahfuz, që para se ne ta krijojmë. Pra Allah e ka shkruar që para se ta krijojë këtë ngjarje. Ose fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletët. Pra Lauhil Mahfuz, ky libër i madh që Allahu ka shkruar kaderet dhe përcaktimet e të gjitha krijesave 50.000 vjet që para se t'i krijonte ato. Allahu i ka shkruar, duke e ditur Allahu çfarë do të ndodh dhe ka shkruar çdo gjë. Edhe kjo që është në Lauhil Mahfuz nuk ndryshohet. Nuk e ka as fshirja as ndryshimi. Thot profeti, janë ngrit lapsat sallallahu alaihi wasallam dhe janë tharë fletët. Ndërsa fjala e Allahut, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, që Allahu fshin çdo gjë dhe fshi atë që do dhe lë atë që do, dhe tek ai është libri i madh ose libri kryesor, Ummul Kitab. E kanë komentuar që këtu bëhet fjalë për sheriatet, pra legjislacionet e profetëve, të ndryshëm, domethënë që Allahu fshin çfarë të doj edhe sjell çfarë të doj nga këto. Edhe ka mbyllur profecinë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që i ka fshirë të gjitha legjislacionet që kanë qenë para tij, dhe jo se fshin diçka në Lauhil Mahfuz. Dhe në Lauhil Mahfuz të gjitha janë të përcaktuara. Allahu subhanahu wa taala është përcaktuar dhe fshirja, edhe Allahu aty e ka vulos, e ka mbyll kapitullin. Ndërsa fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu al-qada لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Pra nuk e kthen caktimin e Allahut vetëm se duaja, dhe nuk e shton ymrin, jetën vetëm se bamirësia, pra puna, vepra e mirë. Kjo nuk tregon që ndodh ndonjë ndryshim në Lauhil Mahfuz, në librin që Allahu ka shkruar çdo gjë. Nuk ka ndryshim aty. Pra aty janë tharë fletët, të shngrit lapsat, mirë po, tregon, ky hadith është nxitje për njerëzit për të vepruar mirë, për të bërë dua. Sepse edhe vepra e njeriut është e shkruar, do ta veprosh apo jo. Edhe është e shkruar në moment që, pra është shkruar në Lauhil Mahfuz që ti ke për ta bërë duan, dhe kjo duaja ka për të cilë një të mirë. Edhe kjo fjalë e profetit sallallahu alaihi wasallam është nxitje. Dhe është pjesa e nxitjes, është po e asaj që ka shkruar Allahu, duke e ditë Allahu çfarë ke për të bëti, Allahu e din. Mirë po, kthehemi tek ajo që e pyeti sahabiu. Mirë profeti Allahu, përderisa çdo gjë që ka caktuar, atëherë pse të punojmë?
punoni se gjithsecilit i është lehtësu. Për atë vepër që e ka ditë Allahu që ka për ta bë. Pra ne e kemi zgjidhjen, mirë po Allahu e ka ditë. Vetëm kjo është, pra, nëse themi kaq është shumë e thjeshtë. Ne e kemi në dorë, e veprojmë apo se veprojmë, mirë po Allahu e ka ditë dhe e ka shkruajtur. Edhe çdo gjë ndodhet në Lauhil Mahfudh, nuk i ka humb asnjë detaj. E njëjta gjë thuhet edhe për hadithin tjetër, që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Men sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kush don që t'i shtohet risku ose që t'i zgjatet jeta, le të ruaj lidhjet farefisnore. E njëjta gjë thuhet, më thënë këtu profeti sallallahu alaihi wasallam po tregon një shkak. Pra, ky është një shkak i cili është në Lauhil Mahfudh, që nëse ti ke për ta bërë këtë, nëse ti e bën këtë gjë, kjo gjë do të japi mirësi. Pra ose do të shtoj jetën, ose do të shtoj pasurinë, e çdo gjë ndodhet në Lauhil Mahfudh. Tregon që Allahu në Lauhil Mahfudh ja zgjat, pra e ka përcaktuar që jeta e njeriu do të zgjatet ose pasuria e tij do të shtohet me veprimin e kësaj gjëje, pra me lidhjen farefisnore. Tregon për një shkak i cili në vetvete është nxitje që njeriu ta veprojë këtë gjë, duke e ditur që çdo gjë është e shkruar, pra Allahu e ka ditur çdo gjë, edhe veprimin e kemi ne në dorë. Pra ke vullnetin e lirë, domethënë. Këtë dua të them, u them që e kemi ne në dorë. Ndërsa jeta e njeriut, ta kemi parasysh që është e përcaktuar. Pra, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që i zgjatet jeta nëse ruan lidhjet farefisnore, duhet dim që jeta e njeriut është e përcaktuar, pra ajo që Allahu ka përcaktuar kur të vijë xheli, kur të vijë vdekja, ai kapitull është mbyll. Thot Allahu: "Walan yu'akhkhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha." Allahu nuk e vonon një njeri kur i vjen exheli, pra caktimi, vdekja, ajo i vjen. Edhe kjo është e përcaktuar. "Wa li kulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Çdo ummet thot, apo çdo, mund ta marrim çdo person ka një exhel. Kur i vjen exheli, nuk vonohen, as nuk shpejtohen, as një moment. Edhe çdo person që ka vdek, qoftë i vrarë apo i mbyt, kjo ka ndodhur me përcaktim prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk është sikur se kanë thënë Mu'tazilët, një fjalë që kanë thënë Mu'tazilët është që ai person i cili vritet ju ka prej exheli. Pra sepse nëse nuk do të vritej, thënë, do të jetonte. Por se ka ardhur, sikur subhanallahu po thonë që kjo gjë ka dalë nga përcaktimi i Allahut. Normalisht nuk është e vërtetë. Çdo gjë është brenda caktimit të Allahut. Edhe ka pra ai person që u vra. Që u vra, thënë. Ju prej apo nuk ju prej exheli. E thënë që ati ju ka prej exheli në sensin që ai kishte ngel diçka prej exhelit në këtë botë. Ai kishte ngel prej caktimit vetë në këtë botë, apo ju prej për shkak të vrasjes. Edhe nëse nuk do të vritej, a do vazhdonte të jetonte prap? Pra të gjitha këto janë pyetje, subhanallahu, që njeriu e vret shumë mendjen, po realisht është shumë e lehtë. Ai që është vrarë me caktimin e Allahut. Ai që është mbyt me caktimin e Allahut. Ai që ka vdek nga smundja, ka vdek nga smundja me caktimin e Allahut. Prandaj subhanallahu, një nga fjalët e çuditshme që kanë thënë edhe esharit, bashkë me këto edhe Mu'tazilët, pra që janë marrë shumë me filozofi, ndajnë midis shkakut dhe pasojës. Çfarë do të thotë? Nëse marr një xham dhe e hedh, edhe në atë moment xhami u thy, ato thënë, pra nga ky lloj mendimi rrjedhin edhe këto të tjera, dhe kam fjalën.
Ne themi që xhami u thy se u përplas me gurin, me betonin, me atë shtresën e fortë. Ato e thënë ja. Shkabim. Nuk u thy xhami se u përplas me atë gurin. Ama ishte shkruajt, kishte ndodhur apo ishte caktim që ai xham do thyej në atë moment, që do të thotë edhe po mos u përplaste me gurin, kishte për të thyer. Ishte për të thyer, kështu thënë. Këtyne me këto veprohet me humor, ke parasysh? Këtyne i thu afro pak, edhe i gërcet i shpull. I gërcet i shpull, dhe kur thot më vrave, se më dhem, i thu, ja, më bje keq, i thu, më fal, e ke kuptu gabim. Ndodhi dhimbja në moment që të kapi shpulla ime. Se si mas kuptimit tatë, edhe nëse unë nuk do të gjëja me shpull, ty do të kapte dhimbja. Pra, është logjike. E subhanallah, dhe pretendojnë që janë njerëz të arsyes. Po, kur njeriu del dhe e lodh veten përtej asaj që ka thirrë Allahu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, më shumë çoroditet, hutohet. Si marrin vetëm pasojën. Marrin vetëm atë, po, pasojën dhe shkaku s'ka, nuk është, shkaku nuk ka ndikim. Edhe sikur mos ishte buja dhe ishte aty. Pasoja do ndodhte vetvetiu dhe shkaku nuk ka ndikim. Vëllai, faqja i dhënë sepse do të kishte dhimbje, është caktuar, kishte dhimbje, jo se i ram shpullë, ju kupton, pra, do të thënë, e kupton kysh është. Pra, është mbrapa. Mohojnë shkakun, Mohojnë shkakun. po, mohojnë shkak. Mohojnë shkakun, nuk kuptojnë shkakun. Kishte dhimbje. Pra tu ne i thu, pa ndjenjë. Pika e 8, ne nuk në lejohet që për mangësit tona të argumentohemi me kaderin. Sigur se ndodhi në kohën e Umerit radiallahu anhu, që dikush vodhi edhe u mundua të argumentohej me kaderin. Dhe Umeri tha radiallahu anhu, edhe dënimi jot do jetë me kaderin. Po, vjedhja jote ishte me kader, sa i u mundu të bënte hile, edhe caktimi që gjykimi që do të bëjmë ne është me kaderin e Allahut. Edhe ne duhet bëjmë bashkim, e kemi detyrë bashkimin midis kaderit dhe sheriatit. Bashkimi midis kaderit dhe sheriatit do të thotë që Allahu subhanahu wa taala e ka ditë veprën e keqe që ne do e kishim vepruar, apo që ne do e veprojmë. E ka ditë, e ka leju se çdo gjë Allahu e din, e ka dash, pra në sensin e ka leju që të ndodhi kështu, ashtu ka dash, e ka shkruajt, e ka kriju. Rregull? Edhe midis faktit se Allahu na ka urdhëruar që ne t'i largohemi të këqijave dhe të veprojmë të mirat. Pra Allahu na ka urdhëruar për veprat e mira. Edhe nuk justifikohemi ne si justifikohen jo besimtarët. Si thonin jo besimtarët dikur, "Walau shaa Allahu ma ashrakna wala abauna." Nëse do të donte Allahu, nuk do të kishim bë shirk as ne dhe as baballarët tanë. Edhe ato me këtë gjë janë të kënaqur, thonë, "Këtë ka dashur Allahu." Edhe justifikohen. Është normal që kjo nuk ka për t'i bë dobi. Ose kur thonë, "Walau shaa ar-Rahmanu ma abadnahum." Nëse do të donte i gjithëmëshirshmi, ne nuk do t'i kishim adhuruar. Pra thonë, përderisa e don i gjithëmëshirshmi, përderisa e don Allahu këtë gjë që ne po bëjmë, pi që jemi tamam. Ndërkohë që ato kanë marrë kaderin dhe kanë harruar sheriatin. Ne bashkojmë midis të dyjave. Allahu e ka leju që gjërat jenë kështu, edhe kështu ka dash, po Allahu nuk pëlqen, por se kënaqet që ne t'i bindemi urdhrave të Atij, të cilat ne i ka zbrit me profetët e Tij alayhimus salatu wassalam. Ndërsa ajo që ka ardhur prej bisedës që ka pas Ademi dhe Musai alayhimus salam, që i ka thënë Musai Ademit, e i tha Musai,
ti e i cili të ka nxjerrë gjunafi jot prej xhenetit. Dhe i tha Musai, ti o Musai e i cili Allahu të ka zgjedh me profecin edhe me të folurin e tij, edhe pastaj më fajson mu thot, apo më qorton për një çështje e cila ishte shkruajt për mu para se të krijohesha. E thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam që e mundi Ademi Musain, pra në këtë argumentim dy herë. Shkurtimisht, as Musai nuk po e qorton Ademin për gjunafin i cili ai është pendu, sepse Ademi alayhis salam u pendu dhe Allahu ja fali. Edhe ai i cili pendohet është sikur mos ta ketë fare gjunafin. Po as Ademi alayhis salam nuk po justifikohet me kaderin. Edhe këtu e kanë thonë kemi rregullin, mund të argumentohesh me kaderin për ato, po themi, belat apo fatkeqësitë që të ndodhin dhe jo për gjunafet. Ademi alayhis salam po thot, o Musa, kjo bela që më ndodhi ishte shkruajt që do më ndodhte. Po, unë e kisha pjesën time, ama ishte shkruajt kjo bela që kishte për të ngjet. Edhe nuk po thotë ishte shkruajt që unë do bëja gjunafin. Po kjo bela që më gjeti ishte shkruajt, ishte përcaktuar që para se të krijohesha. Ishte për diçka që ai bëri. Po. Që ishte pjesëmarrës. Po, ai nuk e mohoi faktin që e ka bë. Ishte pjesëmarrës në atë që. Ai nuk e mohoi, Po tha, kjo që do më ndodhte, që unë do vija në tokë, kështu ishte shkruajt. Shkaku unë isha. Ai e pranon këtë gjë. Edhe si Musai alayhis salam më i ditur për Allahun, saqë ta shërtoi Ademin alayhis salam për diçka që ai është pendu, po gjithashtu edhe Ademi alayhis salam, domethënë është më i ditur dhe nuk argumentohet për një gjunaf që ai e ka bërë dhe thotë ka caktuar Allahu që unë ta bëja gjunaf. Jo, ato domethënë e kanë thënë që bën dobi argumentimi dhe nuk ka problem, ndërkohë që njeriu është pendu dhe nuk kthehet më. Nuk kthehet më. Thuash për shembull ta zem një person që u dobësu nga feja dhe filloi të marrë drogë. Moment që pendohet, pra ta zem e ka zonë një lloj smundliku, edhe i ka ikë shneti. Kishte shkruajt Allahu që, domethënë, jo me justifiku veten për atë që ka bërë. Kishte shkruajt Allahu që ky smundlik do mze, për shembull. Gjithmonë moment që pendohet. Kjo bëndo, këtë lejohet, kanë thënë dietarët, mbasi njeriu është faq pendim dhe i largohet asaj rruge dhe tregon që kjo belaj që më ka gjet prej vetes time, e ka shkruajt Allahu që do më gjente dhe jo për të argumentuar, domethënë për të argumentuar veten e vet, për të shfaqsu. Ka dash Allahu dhe prandaj e ka mbon këtë gjë. Nësa fjala e autorit, dhe këtu është pika 9, kur thot i lartësuar qoftë Allahu që të ketë në sundimin apo zotrimin e tij diçka që ai nuk e do. Apo që të jetë dikush i pavarur në krijim. Ai është, pra, thot për Allahun, ai është Zoti i krijesave dhe Zoti i veprave të tyre dhe përcaktuesi i lëvizjeve të tyre dhe e xhelit të tyre. Okej. Në këtë fjali, autori Allahu mëshiroft i kthen përgjigje edhe kundërshton besimin e qaderijeve. Qaderijet thojnë se janë krijesat ato që i krijojnë veprat e veta. Që do të thotë? Allahu subhanahu wa taala nuk i ka përcaktuar veprat e njerëzve, pasi tek veprat ka vepra të mira dhe ka vepra të këqija. Dhe duke dash me pastru apo me largu Allahut të keqen, thonë jo. Veprat i bën njeriu. Dhe mohojnë që Allahu t'i ketë ditë këto vepra, mohojnë që Allahu t'i ketë dëshiruar që gjërat të jenë kështu dhe mohojnë që Allahu t'i ketë kriju veprat. Edhe këtu sikur po thonë që ka një krijues tjetër, do të thonë subhanallahu po bëjnë që çdo njeri është krijues i veprave të veta.
Ky lloj besimi këtu të çon. Pra është një besim shumë i keq. Një bie që po bën pra çdo person vetvete është krijues i veprave. Edhe thonë që nuk ka nevojë për Allahun subhanahu wa taala, mirë po veprat janë në dorën e tyre. Ndërsa Allahu azza wa jall e ka shprehur në Kur'an, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Me këtë termë përdorin krijues i veprave? Po, kështu thonë që njeriu i krijon vetë veprat e veta, pra çfarë themi me krijim? Që Allahu nuk e ka ditë dhe Allahu nuk është se e ka dëshiruar dhe Allahu nuk është se në moment që Allahu dëshiron e krijon mundësinë që njeriu ta veprojë, se Allahu është krijuesi i vetë njeriu dhe është krijuesi i çdo gjëje që njeriu vepron. Pra kush ta ka dhënë ty mundësinë për të ecë, për të folë, për të vepruar? Allahu apo jo? Të gjitha, Allahu është krijuesi i vetë personit dhe krijuesi i po themi i cilësive të njeriu. Po pra, po në moment të vepra që Allah ka krijuar, sigurisht. Po pra, po ato këtë mohojnë, se nëse ato thonë që ne kemi që Allah i ka krijuar këto lëvizjet tona apo veprat tona duke i ditë Allahu dhe i ka kriju, atëherë bie që Allah ata mohojnë dijen e Allahut, ata mohojnë krijimin e Allahut tek veprat, e kështu thonë që njeriu i krijon vetë veprat e tij. Pra duke i vepruar në atë moment dhe Allahu duke mos ditë gjë. Duke ditë që Allah ka shkruar apo se marrin parasysh? Se marrin pra jo. Nuk e marrin parasysh përderisa ato thonë që i vepron njeriu dhe subhanallahu sigur Allahu aty pastaj mëson që njeriu e ka bërë këtë vepër. Pra janë fut duke dash t'ia largojnë Allahu subhanahu wa taala të keqen, kanë rënë në shumë të këqija. Domethënë i kanë mohu mangësi, i kanë pohu Allahut mangësi të madhe, ndije, dëshirë në krijim. Filozofia, mohim. Është filozofi. Grek. Se nuk është kështu, nuk është ashtu, nuk është kështu. Nga fjalët më të bukura që ka thonë Imam Tahawi në Akidën Tahawiyya nuk është e qëndrueshme këmba e Islamit njeriut vetëm se atëherë kur mbështetet në dorëzim dhe në nështrim të Kuranit të Sunetit. Gjërat janë të qarta. Ai njeriu ka shumë dyshime, edhe në moment që ato dyshimet janë vezveset e shejtanit, por në moment që njeriu vazhdon edhe i përpunon me veten e tij, vetëm se ka për të ngatruar më shumë. Na ka tregu profeti sallallahu alaihi wasallam që kur të vinë këto dyshime thuj A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. Kam besuar në Allah. Edhe në profetin sallallahu alaihi wasallam dhe në fenë e tij. Edhe nështrohu dhe largoje dyshimin dhe mos u merr me të. Ndërsa të tjerët që janë thamë që Allahu thot Allahu khaliqu kulli shay. Gjithashtu thot wallahu khaliqukum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu ju ka kriju ju dhe atë që ju punoni. Ndërsa një grup tjetër që janë e kundërta e këtyre janë Xheberijet morën një lloj rrugë tjetër që ja kanë heq njeriut vullnetin. Njeriu thënë nuk ka vullnet. Nuk ka as dëshirë. Po njeriu thënë tek veprat që bën është si ajo pema, gjethet e pemës kur fryn era. Pra çdo vepër që bën njeriu, Allahu e ka imponuar thënë. Dhe njeriu është si pema, ato gjethet e pemës kur fryn era. Kur don Allahu të bëj këtë, bën këtë. Kur don Allahu të bëj këtë, atëherë bën këtë. Subhanallahu. Po t'ishte çështja kështu. Pse i ka dërguar Allahu profetët? Pse i ka zbrit librat? Pse i ka thirrë njerëzit, domethënë veprojnë kështu dhe të ndalohen nga këto të tjerat? Pra kjo rruga e tyre, domethënë me të vërtetë të çon që Allahu e ka imponuar të keqen tek këta njerëz. Pra veprat e këqija që bën njeriu
e ka imponu të keqen. Edhe gjithashtu i është në vesh Allahut pa drejtësia. Pse? Se ka njerëz që do futen në xhehenem. Po si do futen në xhehenem ndërkohë që nuk ka pas vullnet të lirë. Po Allahu e ka imponu. Pra këto nuk mund të jenë besime që nuk mund të jenë fe. Ndërsa ehli sunnit e xhamati janë midis. Pra ato e pohojnë se Allahu subhanahu wa taala ka dëshirë dhe vullnet, e pohojnë që dhe robi ka dëshirë dhe vullnet, dhe dëshira dhe vullneti i Allahut është e përgjithshme, ndërsa dëshira e robit është pasuar dhe pason dëshirën dhe vullnetin e Allahut. Thot Allahu, siç e lexuam në surën Takwir, ajeti limen sha'a minkum an yastaqim, ai që do për jush le të jetë i qëndrueshëm, wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dhe ju nuk dëshironi vetëm se atë që dëshiron Allahu, Zoti i botëve. Pra, nuk ndodh në sundimin e Allahut vetëm se ajo që don Allahu. Që kjo do të thotë ne do të veprojmë. Allah e ka ditë çfarë do të veprojmë. Dhe kështu ka dëshiruar që të jenë gjërat. Pra kështu e ka lejuar që të jenë gjërat, me të mira dhe me të këqijat tona. E ka ditë Allahu veprën e keqe që do bëjmë, e ka leju. E ka ditë veprën e mirë që do bëjmë, na ka dhënë sukses dhe na ka shtyr dhe na ka shumëfishu të mirën. Dhe këtu lind pyetja pastaj që e kanë bë. Pyetja që shpesh herë, domethënë është robi, pra pak a shumë të keq që tham, robi është i imponuar apo e ka atë zgjedhjen e tij. Është e njëjta që tham më lart. Ai është i lirë për sa i përket domethënë veprimit veprave dhe marrjen e shpërblimeve. Pra veprat që ai vepron, Allah i ka dhënë vullnet të lirë. Ti ai që zgjedh. Mirë po, është imponuar që nuk ndodh asgjë në sundimin e Allahut vetëm se atë që Allahu subhanahu wa taala ka dash dhe ka kriju dhe e ka sjell në ekzistencë. Sa gjëra janë jashtë kontrollit të njeriut. Janë jashtë kontrollit të njeriut, nga vullneti i tij domethënë. Ka vullnet po jo total domethënë. Po pra, kurse çdo gjë që ndodh ka qenë në vullnetin e Allahut. Pika e fundit dhe e mbyll. Fjala e autorit, devjon këtë doj, pra dhe poshtron me drejtsinë e tij dhe udhëzon këtë doj me suksesin e tij dhe me mirësinë e tij. Dhe çdo person i është lehtësuar me lehtësim prej tij, duke qenë në dijeninë e tij dhe në caktimin e tij. Qoftë ai njeriu që është i shkatruar apo është i fituar. Pra, udhëzimi është prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe lënia në humbje, edhe kjo është prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo gjë ndodh me dëshirën dhe me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu, alam naj'al lahu 'aynayn, a nuk i kemi bën njeriu dy sy, wa lisanan wa shafatayn, dhe gjuhë dhe dy buzë. Wa hadaynahu an-najdayn, dhe kemi orientuar në dy rrugët, rrugën e mirësisë dhe rrugën e të keqes pra. Thot Allahu, inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Ne i kemi udhëzuar atij rrugën, ose falënderues ose mohues. Dhe orientimi apo udhëzimi është dy llojesh. Udhëzimi i orientimit, dhe ky është një lloj udhëzimi që i ka shku të gjithë njerëzve, në përgjithësi, dhe është dhe udhëzimi i suksesit. Udhëzimi i orientimit është detyrë pra e profetëve dhe atyre që thrasin në rrugt të Allahut. Ne kemi në dorë t'ia përçojmë njeriu mesazhin mirë, por nuk jemi ne ato që kemi në dorë udhëzimin e suksesit. Allahu është ai i cili udhëzon. Thot Allahu, Allahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Në këtë ajet i ka përmend të dyja këto udhëzimet. Allahu thret
në shtëpinë ila daris selam, në shtëpinë e paqes, në banimin e paqes, pra thërret. Kjo tregon që Allahu i ka dërguar profetët, të cilët tregojnë ty, të orientojnë në rrugën e drejtë. Wa yahdi man yasha. Dhe Allahu udhëzon këtë doj. Ky është udhëzimi i suksesit, që Allahu ja vendos atij që do imanin në zemër. Dhe Allahu nuk i ka bë askujt pa drejtësi. Ati që Allahu subhanahu wa taala e kalon në humbje, e kalon me drejtësinë e tij, masi ka dërguar Allahu profetët dhe ka zbrit librat, i ka dhënë njeriu të arsyeën, ja ka mundësu me të gjitha format që njeriu ta kuptojë të vërtetën, duke e thonë, a nuk i kemi dhënë dy sy, a kështu, edhe ja kemi tregu kush është e mira, kush është e keqja. Ai i cili ja kthen shpinën, Allahu me drejtësinë e vet e lën humbje. Edhe drejtësia është vepër e lavdëruar, dhe Allahu subhanahu wa taala është i lavdëruar në çdo rast, pasi me drejtësinë e tij e lën humbje dhe me drejtësinë e tij do ta ringjalli për ta çuar në xhenem, dhe nuk ka asnjë argument njeriu kundrejt Allahut. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la ahadun ahabba ilayhi al-'udhru min Allah. Nuk ka askush që e don justifikimin më shumë se sa Allahu. Ti të justifikon para njerëzve. Për këtë arsye i ka zbrit librat dhe ka dërguar profetët. Nuk mund të vi njëri para Allahut, o Zot, por ti nuk më ke çu, nuk më ke sjell. Allahu thot, as ti kam zbrit librat, as ti kam dërguar profetët, as kam dhënë arsyeën, as kam dhënë shumë, nuk ka njeriu s'do të ketë asnjë lloj argumenti para Allahut subhanahu wa taala. E gjithashtu, ai që udhëzon Allahu është në mirësinë e tij, xhalla fi ula. Pra, Allahu subhanahu wa taala të jep, të dërgon profetët, zbret librat, ka dhënë arsyeën. Në moment që ti e ke pranuar, ke pasur një lloj interesimi me dijen e Allahu subhanahu wa taala që ti kishe për të qenë i tillë, Allahu ta vendos imanin në zemër. Edhe këtu ka një çështje, duhet kemi parasysh. Ai person i cili vdes besimtar, gjithmonë në të gjitha rastet, sikur t'i jepeshin atij jetë pafund, ai po besimtar kishte për të vdekur. Ndërsa ai person i cili ka vdek jo besimtar, pafundësisht t'i jepte Allahu, t'i ringjallte, t'i jepte mundësi, prapë jo besimtar kishin për të vdekur. Nuk i ka bëu Allahu njeriu pa drejtësi. Një person që ka një sagrimsa e mirësisë në zemër, Allahu e udhëzon dhe e mundson, më thonë, që të vdes besimtar e ta fus në xhennet. Edhe kjo çështja ka derit, dhe kjo është fjala fundit dhe me këtë e mbyll, e bëni Allah nëse u zjatëm. Ndodhi një debat midis Ebu Ishaq al-Isfirajinit me një gjykatës Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Ishte Mu'tazili në besim, në akide. I tha Abdul Jabbari në këtë mexhlis që kishin, subhane men tanazzaha anil fahsha. I lartësuar është ai i cili është i pastruar prej të keqes. Pra këtu donte me thonë e kishte me kunj, donte me i thonë që Allahu nuk e ka kriju të keqen. Kishte këtë lloj besimi, domethënë që jemi ne që i krijojmë veprat e këqija. Edhe e kuptoi, domethënë Ebu Ishaq al-Isfirajini e kuptoi këtë lloj kunji që ai kishte, edhe i tha: kelimatu haqqin urida bihi batil. Pra fjalë e mirë po qëllimi është i keq. Edhe i tha: subhane men la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. I pastër apo i lartësuar është ai i cili nuk ndodh në sundimin e tij vetëm se ajo që ai dëshiron. Pra nuk ndodh në këtë sundim, në këtë gjithësi, vetëm se ajo që Allah e ka dëshiruar. Edhe i thot Abdul Jabbari: atarahu bi khalqihi yu'aqibuni alayhi. Pra ti mendon që Allahu me krijimin e vet, pra duke e kriju të keqen, mund të dënon edhe pse e ka kriju vet? Edhe i tha Ebu Ishaqu: ataraka taf'aluhu jabran alayhi. A ka mundësi që ti këtë vepër ta bësh
duke imponu që Allahu nuk e ka dash dhe ti ja ke imponu Allahut këtë vepër. Edhe pastaj i thot prap, ati e Zoti dhe ai është robi, si që ka kjo punë, ti krijon vepra dhe ai duhet i pranoj veprat që krijon ti? Jemi duke fol për Allahun. Edhe i tha Abdul Jabbar el-Mu'taziliu, çfarë mendon kur e shikon që Allahu më thret mua për në udhëzim, pastaj gjykon për mu devijimin, më ka bo mirë apo më ka bo keq? E duke mendu se këtu jam mylli gojën. Po normalisht që Ebu Ishaq el-Isfiraini kishte bazat e forta dhe i tha, nëse Allahu subhanahu wa taala ajo që ta ka ndalu, pra udhëzimin, ta ka ndalu udhëzimin, nëse udhëzimi do të ishte pose diçka që ishte e jotja, që Allahu ta kishte borxh me ta dhënë, atëherë po, të ka bo keq. Po përderisa udhëzimi është diçka që i përket vetëm atij, nëse ta jep është prej mirësisë tij. Edhe është mirësia e tij që e jep kujt doj. Edhe nëse nuk ta jep, është drejtësia e tij. Edhe në të gjitha rastet Allahu subhanahu wa taala është i lavdruar. Fe buhit e Abdul Jabbar, thot pra, u mbyll goja Abdul Jabbarit edhe than ato njerëzit që ishin prezent, wallahi ma li hadha jawab. Vallahi për këtë gjë tani nuk ka më përgjigje. Udhëzimi është mirësi prej Allahut, ja jep kujt doj. Lënia në humbje është drejtësi prej Allahut, është i lavdëruar, është i falendëruar në të gjitha rastet. Subhanahu wa ta'ala. Nëse ka një pyetje vëllezër, e bëni Allahu së mbas u zjatëm. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.